Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në emisioni Sfida Rinore. Sot do të kemi një temë paksa të veçantë dhe përveç kësaj shumë të rëndësishme dhe kemi vendosur që titullin e këtij emisioni ta vëmë Zëri yt, vota jote, për të rinj që votojnë për herë të parë në zgjedhjet vendore të 11 majit. Atëherë, në këtë emision të veçantë, ju drejtojmë juve, të rinjve që për herë të parë do të hidhni votën tuaj në zgjedhjet vendore që po afrohen. Ky është një hapje e rëndësishme në jetën tuaj si qytetar aktiv dhe të ndërgjegjshëm. Votimi është më shumë se një drejt, është një përgjegjësi dhe një mundësi për të ndikuar në të ardhmen e komunitetit tuaj. Çdo vot ka peshë dhe çdo zë ka rëndësi. Përmes votës ju merrni pjesë në vendimarrje që ndikojnë në jetën tuaj të përditshme, nga arsimi dhe shëndetësia, te infrastruktura dhe mjedisi. Por pse është e rëndësishme të votoni në zgjedhjet vendore? Ndikimi drejt për drejt. Zgjedhjet vendore përcaktojnë drejtuesit që marrin vendime për komunitetin tuaj, si kryetarët e bashkive, këshilltarët dhe drejtuesit e tjerë lokal. Duke votuar, ju ndihmoni që zgjedhjen e përfaqësuesve që ndajnë vlera dhe prioritetet tuaja. Pjesëmarrja juaj aktive ndihmon në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe më të barabartë. Dhe pikërisht këto pika që unë sapo përmenda do t'i diskutojmë sot me të ftuarin tonë në studio, Lionel Duro. Mirë se erdhe, Leo. Mirë se u gjeta, si jeni? Mirë. Atëherë, për të kuptuar më mirë mendimet dhe ndjenjat tuaja rreth këtij procesi të rëndësishëm, kemi përgatitur disa pyetje për ty, Leo, duke qenë se është herë e parë që ti merr pjesë në... Po. Okej. Atëherë, si ndiheni që do të votoni për herë të parë? Se kam ndonjë emocion të veçantë që do votoj për herë të parë, thjesht të marr pjesë në votime shoh si gest qytetar për të bërë. Për ta bërë Shqipërinë dhe sidomos Gjirokastrën ku unë jetoj një vend më të mirë dhe të eci përpara. Okej, në rregull. Atëherë, çfarë të motivon ty të marrësh pjesë në zgjedhje? Më motivon fakti që shumë të rinj dhe të reja po ikin nga qyteti i Gjirokastrës, disa për shkollë, disa se kushtet e jetesës nuk janë dhe aq të mira. Dhe kjo më motivon më shumë për të votuar. E kuptoj. Cilat janë çështjet më të rëndësishme për ju në këto zgjedhje? Është fakti që më motivon është që shumë të rinj dhe të reja po largohen edhe që Gjirokastra nuk ka më rini. Kanë mbetur shumë pak edhe më shumë ka pleq dhe plaka se sa ka rini. Do me thot një po thua që Shqipëria po kthen në një popullsi të plakur në Po, po. E kuptoj. Jo të plakur, po të plakur, tamam, pa thënë se. Okej. Dhe kjo është ajo që ti e konsideron si më të rëndësishme në... Po, mendoj se kjo është. Rikthimi i tyre këtu. Pasi mendoj se do të jetë më mirë në sa të vjen. Atëherë, si keni mësuar për procesin e votimit dhe rëndësinë e tij? Kam mësuar në familje, thjesht kam mësuar se si të votoj, jo se më kanë imponuar për të votuar. Patjetër, vota është personale. Po, vota është vullnet i lirë. Edhe në interneti, në Instagrami. Okej, në rregull. Atëherë, a keni diskutuar me familjen ose miqtë tuaj rreth votimit? Me miqtë s'para diskutojmë për politikën, se ndoshta edhe për shkak të moshës, por kemi dhe tema më të bukura për të diskutuar. Rini. Po, politika është dytësore, mendoj unë. Dhe me familjen, si ta thashe, të pyetja pak më lart. Në rregull, çfarë prisni nga përfaqësuesi që do të zgjidhen? Nga përfaqësuesi që do të zgjidhen, pres që të merren pak më shumë me qytetarët dhe qytetarët të kenë vullnet më të lirë. Edhe kaq, s'e pres një gjë tjetër. E kuptoj. Atëherë, si mendoni se vota juaj do ndikojë në komunitetin tuaj? Se cila vot ka vlerën e saj. Është të gjithë duhet të votojnë. Se vetëm një vot s'e merret shumë për bazë, po të bëhen shumë të rinj, shumë të reja dhe të votojnë për atë që duan sigurisht, mund të ndodhi diçka, mund të ndodhi ndonjë ndryshim. E kuptoj. Ti e kërkon këtë ndryshim? Po, e kërkoj. Në cilë fushë pas të tepërmi përveç emigrimit që ne përmendëm? Po, në fushën e punës, që të ketë më shumë punë për të rinj dhe të reja, të ketë më shumë aktivitete që të merren për këto.
Edhe në pjesën e arsimit, mi të besoj. Po, edhe në pjesën e arsimit se harova. Faleminderit që më kujtove. E problem fare. Atëherë, a keni hasur ndonjë vështirësi në regjistrimin për të votuar? Jo, nuk kam asur vështirësi. Ka qenë diçka procedurë thjeshtë? Po, shumë procedurë thjeshtë ka qenë. S'ma kanë vonuar për të pjesë. Okej, në rregull. Çfarë këshillë do t'u jepni të bashkëmoshatarëve tuaj që hezitojnë të votojnë? Bashkëmoshatarëve të mi do të thosha që të votojnë, se ta thash dhe pak më lart që çdo vot ka vlerën e saj. Çfarë do lloj vote. Thjesht të votojnë për atë që kanë qef, që kanë idhull në thonjza, po. Okej, në rregull. Prioritetet e tyre plotësohen në një farë pike. Si planifikoni të informoheni për kandidatët dhe çështjet para ditës së votimit? Do me thënë, deri në ditën e votimit, si e informuar ti për këta kandidatë? Po nga rrjetet sociale më së shumti. Aty të bëjmë pyetje, Leo, a ka pasur në shkollë një indikator që juve t'ju mësoj se si kryhet ky proces i votimit? Jo i ponim, vetëm të mësoj se si kryhet procesi. Po, ka patur. Edhe kush ka qenë? Apo ka qenë të jashtëm? Ka qenë të jashtëm. E kuptoj. Ajo ka hyrë në dobi juve kjo si eksperiencë? Që na kanë thënë si të votojmë? Po. Po. Se na kanë mësuar si të votojmë. Okej, dere. Jo se kanë bërë propagandë në shkollë. E kuptoj, po. Një nga pikat që pyeta dhe përgjigja jote më ngacmoi pak, ishte fakti që tek biseda me miqt për politikën që ti e the që nuk e shikojmë aq parësore, por e shikojmë dytësore. Po sepse jemi në një moshë që mendoj unë tani që se i kuptojmë shumë mirë gjërat sa që i kuptojnë të rriturit. Një 18 vjeçar është një person i cili sapo ka marrë në dorë frenat e jetës së vet. Po. Dhe në këto momente unë mendoj, sepse ne si të ri kemi një problematik që e kërkojmë të drejtën kur le të themi e kërkojmë atë të drejtën kur e bëjmë për fasad. Por nuk e kërkojmë atë të drejtë kur në këto raste është pjesë e votimi. Do me thënë, unë si njere diskutoj me shoqërinë time se cilat janë gjërat pro dhe kundër. Dhe dalim në një konkluzion të përbashkët. Në momentin që unë këtë nuk e diskutoj, nuk ja pas asaj shoqes time ose atij shokut tim shembullin e mirë që duhet të vej të votoj. Po, ti ke shumë të drejtë, po në shoqërinë time nuk i diskutojnë fare muhabetet politike. Dhe ti nuk mendoj se kesh diçka e gabuar ndoshta? Mendoj se është pak, por mendoj se në shoqëri po të diskutojmë muhabetet politike do zjemi se nuk o jenë të gjithë në një krah me mua o jenë dhe kundër. Po mirë, okej. Ky është një faktor. Atëherë Leo, si e ke perceptuar deri tani procesin e votimit? Si e kam perceptuar? Po. Do vemi aty ku do votojmë. Si e kam perceptuar, tamam. Po. O marrim atë fletën e votimit, o marrim stilolapsin, do zgjedhim kë kandidat do votojmë, kë numër, o vendosim një kryq tek ajo kutia te numri që neve do të zgjedhim, o vendosim edhe kë deputet do zgjedhim, o ta mbyllim, o ta hedhim te kutia, edhe do ikim të lumtur në shtëpi, në punë. Kështu e kam perceptuar. Pa në të vërtet, nuk e di si është. S'e kam provuar akoma. Kur ta provosh, do të marrësh në emision të na tregosh. Po, mund t'ja shtjelloj edhe më mirë ndoshta. Okej, në rregull. Atëherë Leo, çfarë kriterësh ke përdorur për të vendosur për kë do të votosh? Së pari po përqendrohem tek ai kandidati që mua më pëlqen dhe që kanë plane konkrete për Shqipërinë, që ka plane konkrete për Shqipërinë. Po i shikoj çfarë ka bërë në të kaluarën, nëse i ka mbajtur premtimet apo jo, dhe çfarë do bëj më pas. E kuptoj. A ke ditë kur do një fushat zgjedhore të kandidatëve, çfarë të ka bërë më shumë përshtypje? Po, kam ndjekur disa fushata zgjedhore dhe më kanë bërë përshtypje kandidatët që kanë qenë më të afërt me popullin. E kuptoj. Kanë mbledhur shumë popull, i kanë qëndruar afër. Po edhe mënyra se si ata diskutojnë. Dhe mënyra si ata diskutojnë, si artikulohen. Le që këta politikanët të tërë elekuente të folur janë, po them që janë më pranë me popullin. Okej, në rregull. Po ka edhe nga ata që përdorin në mënyrë tradicionale apo jo? Po, këta më pëlqejnë shumë.
Okej. Atëherë, si të duket komunikimi politikanëve me të rinj, nda është efektiv? Shumica e politikanëve në të vërtetë më duken shumë të shkëputur në rinia. Janë më të afërt me 25 vjeç e lartë. E kuptoj. 25 vjeç të rinj dhe ata, po jo me neve që sapo kemi mbushur 18 vjeç edhe kështu. Si janë shumë të afërt me neve. A është kjo diçka pozitive mendon ti ose? Po varet si e konceptojnë ata. Ti si e koncepton? Unë e konceptoj që nuk është diçka e mirë, sepse edhe ne duam të dim, t'i shikojmë në afër, t'u themi në një fjalë për shembull. Ti shikojmë në afër, e drejtë, vërtet. Jo t'i shikojmë se i kemi idhuj edhe nuk rim dot pa ata, thjesht t'i shikojmë që t'u themi në një llaf. E kuptova. Atëherë, a mendon se të rinjt në përgjithësi janë të informuar mjaftueshëm për zgjedhjen? Jo mjaftueshëm. Unë di që shumë prej të rinjve nuk s'ja kanë iden fare që zgjedhjet janë në 11 maj. Shumë 18 vjeçar. E kuptoj. Janë out. Ca thonë nuk votoj, ca thonë po s'di për këtë votoj, ca thonë këta janë njësoj të tërë. Okej, në rregull. Okej, atëherë, të vazhdojmë me pjesën tjetër të pyetjeve, cila është çështja kryesore që të shqetëson dhe do të shihje ta adresoje kur të dilje ballë për ballë me atë politikanin tënd. Po, me atë X-in. Një nga çështjet që më shqetëson është që shumë të rinj, edhe miqtë e mi, ata që njoh, janë të diplomuar edhe nuk janë në punë, punojnë kamarier në pazar. Por mendoj se edhe kamarier nuk është turp. Asnjëherë, po nuk është kurtur. Kur janë të diplomuar për një diçka, nuk kanë pse të punojnë në një profesion jashtë asaj që janë të diplomuar. Jashtë profilit të tyre. Jashtë profilit të tyre, po. Dhe do doja të merreshin me atë, po. E kuptoj. A ndihesh ti i përfaqësuar nga partitë dhe kandidatët aktual? Jo. Pse? S'jam ndjer ndonjëherë. Për cilën arsye? Ku di unë? Ka në një kunj me mua. S'jam ndjer ndonjë përfaqësuar. Po, për shembull, disa kandidatë mund të jetë duke folur për të rinj, por mua për shembull disa prej tyre më duket sikur bëjnë disa premtime kote. Po ta marrësh tani holl, koti kanë bërë të tërë premtimet, se i kanë mbajtur të gjitha. Okej, në rregull, po që ne po flasim për pjesën e të rinjve, ose për shembull, gjë që më ka pëlqyer më shumë kësaj radhe, sepse unë jam interesuar, për shkak se edhe viti që vjen mbush 18 vjeç. Ti si 18 vjeç edhe më fton mua që të flas për politikë. Rëcika që unë jam pak më shumë e informuar. Po, je më shumë e informuar, ke shumë të drejtë. Atëherë, gjë që më ka pëlqyer më shumë nga ky vit ka qenë pjesëmarrja e shumë të rinjve në këto zgjedhje vendore. Si politikan, ose si mbështetës të... Unë s'kam parë ndonjë. E ke ndjekur? I kam ndjekur, i kam parë në Instagram, e s'kam parë ndonjë të ri aty. Kam parë shumë pak. Jo çdo gjë është Instagrami. Po flas pjesëmarrjen e këtyre 20 vjeçarëve, 30 vjeçarëve në politikë. Do me thënë si deputet. Shiko, 20 vjeç nuk bëhesh do deputet, se s'ke mbaruar shkollën e lartë akoma. 30. 28, 30. Po, ka shumë të rinj, vërtet. Po, kjo është diçka pozitive. Po, është diçka shumë e mirë. Unë mendova se më the të rinj si puna jonë, s'duan në parlament. Jo. Atëherë, a mendon se sistemi zgjedhor aktual është i drejtë? Kam lexuar dhe kam dëgjuar për blerje të votave, por unë nuk mendoj se është e vërtet. Nuk e di pse më është fiksuar kështu se nuk mund të blihen votat. Ose varet si në cilin koncept e kupton. Po nuk e di tani se ka vërtet korrupsioni. Korrupsion ka. Po i ky është. Ka korrupsion, po. Kjo është blerja e votës. Po, ke të drejtë. E shikon? Po unë nuk mendoj se di. Dhe mbase mo çfarë s'bën vaki këtu. Okej, në rregull. Kalojmë te pyetja tjetër. Mund të vej ai për shembull të çojë një thes me miell një familje kështu çik të varfër edhe e votojnë ata direkt. Kupton se shqiptarë sapi mua.
Si e shih të ardhmen në vendin pas këtyre zgjedhjeve? Dua të përmend diçka të rëndësishme që ka ndodhur këtë vit, është fakti I futis e emigrantëve në votime. Po që 10 emigrantë janë futur. Fakti që ata kanë ikur jashtë shtetit për një jetë më të mirë, besoj se ata kanë ikur, nuk vinë më këtu. Nëse Shqipëria bëhet basta ata vinë. Nuk vinë, nuk ka shanse të vinë. Ai ka krijuar jetën e tij aty, ka krijuar familjen, ka bërë shtëpi. Nuk ka si të vi këtu prapë. Nuk ka si vendi jo, ashtu siç iku andej. Iku andej, aty ka për të qëndruar. Po pse do qëndruar aty mos vi tek vendi? Duhet jemi pak më optimist. Dhe duhet të dim pak që ne jemi ata që vendosim, jo të tjerë. Ne jemi dakord me ty, ne jemi ata që vendosim. Po se jemi vetëm ne të dy. Se del 18 vjeçari, thotë është akoma komunist. Okej, të rregull. Kanë të pyetja tjetër. A mendon se edukimi qytetar në shkolla është I mjaftueshëm për të kuptuar rëndësinë e votës? Po. Mendoj se ka të bëjë dhe edukimi qytetar në zgjedhjen e votës. A ke hasur ndonjë informacion të re ose propagandë gjatë kësaj periudhe zgjedhore? Plot. Pa fund. Shumë fare. Kam hasur. Okay. Nuk po përmendim emra fare. Asnjëherë. Kam hasur. Do I them dhe emra atun? Jo, të lutem. Po që kam hasur. A mendon ti se kjo është gjë e mirë apo? Është shumë e keqe mu. Shumë e keqe. Është mizore. Si do ta vlerësoj komunikimin e institucioneve shtetërore me votuesit e rinj? Si do ta vlerësoja? Ka një komunikim të mirë. Janë, kur vinë zgjedhje të tërë, mirë komunikojnë. Ata administratave. Nuk e di pse bëjnë kështu engjëj. Ose bëjnë vetë-vetiu, ose me rast pranvere që o vi dhe vera, o vi sezoni, o vi turizmi. Atëherë, si do të ndihesh nëse kandidati që ke votuar nuk fiton? Do të ndihesha keq, se mendoj që A ishte ideali? Ideali, po. Okay. Jo se e kam midhull, jo se I kam vënë fotografin të kokë krevatit. Thjesht, mendoj se është I mirë. Okej. A mendon se do të vazhdosh të jesh aktiv në politikë edhe pas zgjedhjeve? Po do jemi, ç'o bëj? Të rinj jemi. Me se o merrem. Më pëlqen që je shumë I thjeshtë në komunikim. Faleminderit. Është aftësi e jote. Atëherë, a ke një mesazh për të gjithë të rinjt të cilët nuk kanë mbushur akoma 18 vjeç, por janë të interesuar në çështje politike si puna ime? Po të vend të marrin pjesë në kështu në fushata, në këto gjërat. Në aktivitete të ndryshme. Në aktivitete të ndryshme që të informojnë, ose të lexojnë libra. Le që libra ku lexojnë këta, po të shikojnë telefonin, internetin. Okej. Në rregull, atëherë unë bëj një thirrje për pjesëmarrjen. Nëse jeni votues I ri dhe dëshironi të ndani përvojën tuaj, mendimit apo pyetjen që keni, ju ftojmë të na kontaktoni. Zëri juaj është I rëndësishëm dhe mund të frymëzojë dhe të tjerët që marrin pjesë në këtë proces demokratik. Votimi është një akt I fuqishëm që shpreh besimin tuaj në një të ardhme më të mirë. Duke votuar, ju bëheni pjesë e ndryshimit që dëshironi të shihni në komunitetin tuaj. Dhe tani është koha që unë të falenderoj Leon, që ishte me ne pjesë e studios tonë sot, në emisionin tonë, dhe shpresoj të ritakoj përsëri. Edhe unë shpresoj që t'ju ritakoj përsëri. Këtu në emision, se rrugëve takojmë. Po. Faleminderit, kalofshi mirë. Bëni gati për 11 maj.